një gjuhë shumë të keqe në mënyrën si hakërohen me opinionin e të tjerëve. Domethënë, gjatë asaj periudhe unë vërtet jepja thjesht opinionin tim, pa ofenduar asnjëri, pa ulur asnjëri të cilët nuk e tregonin dhe vetë që ishin në atë nivel, edhe përsëri merja kërcënime pafund, ofendime pafund, edhe një gjë që më dhëm mua s'më dhëmin fare këto gjëra, po më dhëm shumë fakti që familja ime i shikonte këto gjëra. Po. Edhe nuk i kuptojnë si ne. Plus ne shikojmë në përlajme që njerëzit po vriten për një fjalë goje tashmë, për të thënë të drejtën e tyre si e mendojnë, ose edhe është shumë e vështirë të jetosh në Shqipëri me këtë lloj fryme, të jesh gjithmonë në tension për këto komente, për këtë lloj approachi që të bëjnë këta lloj njerëzish. Një pyetje për ty. Mendon se Big Brotheri është një përputhje nivelit më të lartë? Atëherë, po. E them me bindje që është përputhje i sezonit tim nivel më i lartë. Se me këta të sezonit tani them drejtën nuk krahasohet fare. Në fillimet e përputhen, po ky është një situatë, një kategori më e lartë, sepse ti je 24/7 live nëpër kamera, edhe është i vetmi format që ti mund ta shpalorsësh komplet veten, sepse në përputhen ti i kapi ato skenat. Po nuk mendon që të diktonin aty me produksionin çfarë të thuash, çfarë të bësh? Se ka pas aludime te kjo pjesë. Shiko,